Ilir Trebicka, i konsideruar si një nga përfituesit më të mëdhenj të pasurive publike, për shkak të lidhjeve të ngushta me kryeministrin Edi Rama, deli përfshirë në dosjet hetimore të SPAK, lidhur me zëvendëskryeministren Belinda Balluku. Bisedat e përgjuara mes Ballukut dhe Evis Berberit, sipas raportimeve, ekspozojnë një skem të dyshuar korruptive, përmes së cilës Trebicka ka përfituar leje ndërtimi për kulla, resorte, komplekse vilash, projekte fotovoltaike dhe fonde publike. Emri i tij përmendet shpesh në fashikujt hetimor, ku flitet për ndërhyrje në tendera, ankande dhe shpërndarje të pasurive shtetërore në favor të bizneseve të lidhura me pushtetin. Dyshohet se urdhra politik janë përdorur për të favorizuar Trebickën në projekte strategjike, nga Tirana deri në Dhërmi, duke ngritur pikpyetje serioze për korrupsion, ndikim të paligjshëm dhe pastrim parash. Së bashku me ortak të afërt, Trebicka ka marrë status investitori strategjik për resorte turistike, ka përfituar ndryshime projektesh që rrisin sipërfaqe ndërtimi dhe ka krijuar struktura të ndërlikuara pronësie mes kompanive të lidhura mes tyre. Këto lëvizje shihen si tentativa për kamuflim financiar dhe qarkullim kapitalesh me burim të dyshimt. Përfitimet përfshin gjithashtu toka publike, leje për impiante energjetike dhe kulla shumëkatëshe në zonat më të shtrenjta të Tiranës, duke shtuar presionin publik mbi SPAK për hetime të thelluara dhe përgjegjësi penale.